Ti ke për dalë në shpirë, sa në me kini do? A kupton ti që s'ka asnjë lloj argumenti o ti bona? Ti e pamoralshme. Se çai duhet këtij se jamun e pamoralshme? Çai duhet këtij? Gabim shumë. Nuk ka çaj duhet jamun e pamoralshme. Unë s'kam darë krevatin, s'jam fërkuar me ndonjë mashkull thuj që ti me pamoralshme. Nuk ka problem. Nuk jam put, nuk kam bërë asgjë me ndonjë mashkull që ti me pamoralshme. Jo, asgjë s'ke bërë. E pamoralshme mund të qetë egli që ka ndarë një krevat me do. Dhe u dhan aludime që kanë bërë seks poshtë krevatit. Jo unë, që s'kam bërë asgjë. Thjesht kam shprehur ndjenjat e mia dhe që nga unë e pamoralshme. Po pra, po ty dëgjoj, qetësohu se mua kanë thënë nga mua më thot se ka emër kjo Danja, më thot mua llumi i Shqipërisë dhe femër e pamoralshme. Unë e kuptoj në rregull, nuk më vret. Kurse prisja nga Danja, imagjino nga Gjesi. Nuk më vret ajo edhe nga Gerta, edhe nga tjetri dhe nga tjetri. Kështu që mos e vrit mendjen tani kur e Nuk më vret ajo që mua më vret që më ka godit sot. Okej, nuk e di se kam parë unë atë, më kupton? Më ka godit me vese, se veza do do presion që të do. Tu qa nuk pret të shpirt. Okej, gjaj madhe ka parë dhe, okej, so nuk e di se s'kam qenë zgjuar. Gjesi ma shpjegoj pak situatën, ti po ma thua, dhe shumë kesh. Më hodhi patatën Viselo, i thamë, e mora foto këtu, po të mbajti hajde mere, i thash. Edhe ky po më tregon mua po moralin. A i mori kapelen Viselo dhe a futin në mbathje. Direkt fill bas kësaj times. Në qartë. Se ngere duke normalizu dhunën e këti, me fjallet e këti për e rrugën kustjet e këti. Hajde. Kalamonit. Hajde, se. Kur ky dhunon ngucka, kur tjerët e dhunojnë këtë, është dhunë. Oficerio, bol, se të morën vesh. Gojën bylle ti. Bol tani, hajde. As mos më fol fare ti. Bol tash, bol, se të morën vesh. Mbylle gojën ti. Mos më thuaj mua Gojën bylle, mos më drejto fare ti. Se ishe në gjumë ti. Po, e dëgjova, më vjen shumë keq për situatën, tani qetësohu. Jo, s'do qetësohem. Po qetësohu tani se ka një të merren masa këtu. Njësoj për gjithë, si që morën me Gjibanin, që i ka bërë thjesht një të shtyrë, dhe ne këtu, jo me të shtyra, po me të goditme dhe me vezë, dhe më kalagur dhe me sola në dush. Për gjërat që bën. Qetësohu tani. Jo, nuk qetësohem, s'do ma tregosh ti. Po ti nuk mund të rrimë duke dëgjuar ty gjithë ditën duke Po dil, po se dil nga shtëpia, dil, qarri këtu, mos më dëgjo, dil nga kjo shtëpi, dil, mos më dëgjo. Qa problemi keti? Je shumë i lumtur për situatën që ka ndodhur. Po, shumë i lumtur jam, dukem sa i lumtur jam. Ola, je lumtur ti? Lëra Olën. Shumë i lumtur jam. Ti s'ke lidhe fare me Olën. Byll gojen aty edhe i ka buk. Nuk ke lidhe fare me Olën. Byll gojen edhe i ka buk. Mos më tregoti mu qa të bëj. Ola është. Të kam treguar unë ty qa të bësh që kur kam ardhë. Mos i ndryshon Olën. Hajde. Hajde mbyll gojen. Mendon se qa ke bo të shi ti tani. Mbyll gojen. Bollani, mbyllë gojen në qëtësohë. Ate halen e vogël që ke që nëzjerë vedëm budalli që mbylle. Aj mjeri ti, ta tërgoj unë halen ty, pse halja duket më pak, nga jo se qfar mund këtë ndodhër se nuk e di. Bëllo djallë që të sotë tani.